Përshëndetje, do doja t'ju përcjellja diçka duke marrë parasysh dhe duke marrë shkas nga aktualiteti politik, i cili ka marrë zjarr si pasojë zhvillimeve në drejtësi në lidhje me korrupsionin e lartë ose të themi në instancat e larta shtetërore. Dhe doja t'ju thoja diçka që korrupsioni, vjedhja si fenomen në arenën tonë politike, paktën të këtyre 35 viteve, është një fenomen i cili është i kudo ndodhur, i kudo gjendshëm. Politikanët tanë apo të gjitha pozicionet në administratën shtetërore ku ka mundësi për të vjedhur apo për të bërë korrupsion, janë të gjitha në një linjë. Kemi pasur politikanë që kanë vjedhur, kemi politikanë që po vjedhin, do kemi edhe politikanë që do vjedhin. Dhe këto vinë si pasojë e një mendësie, vinë si pasojë e një trashëgimie, qoftë kulturore, qoftë kombëtare, që neve e kemi në mënyrë të pavetdijshme, gjithsecili prej nesh. Tani, unë doja t'ju pyesja që dakord politikanët vjedhin, dakord kanë vjedhur, dakord do vjedhin, dakord bëjnë korrupsion e tjera me radhë. Po a ka ndonjë arsye pse këta mos vjedhin? A ka ndonjë arsye pse këta mos bëjnë korrupsion? Rrjedhimisht vim tek logjika që po të mendojmë, askush prej tyre nuk ka asnjë arsye pse të mos vjedhi. Sepse nëse do I marrim me radhë, gjithçka është shkak pasojë. Gjithë individët që janë ose që merren me politikë aktive, ose të gjithë pjesëtarët e institucioneve, ose drejtuesit e institucioneve e tjera me radhë, ndodhen nëpër ato pozicione pikërisht për atë arsye, për të vjedhur dhe për të bërë korrupsion, sikur e nesër mja të mos vijë fare. Dhe kjo vjen si pasojë disa arsyeve. E paraja është mungesa e ndërgjegjes sociale. Shqiptarët vinë nga një periudhë gjatë historike ku ju është dashur të mbijetojnë. Ju është dashur të mbijetojnë në të gjitha llojet e formave, mënyrave për shkak të pushtimeve, reprezaljeve, vrasjeve, genocideve që është bërë kësaj shoqërie. Dhe çfarë ka ndodhur? Neve kemi krijuar një lloj aftësie të jashtëzakonshme mbijetese. Dhe gjithsecili prej nesh, fakti që ne kemi dhe të trashëguar sot gjenetikisht aftësinë e mbijetesës. Aftësia e mbijetesës është instinkti natyror, ose ai instinkti kafshëror që gjithsecili prej nesh ka. Edhe më saktë është uni, egoja. Egoja është një instinkt, që do të thotë që fakti që neve vim nga periudha të tilla historike me këto lloj ndodhish, ne kemi skalitur në ADN-n ton aftësinë e mbijetesës. Dhe çfarë ndodh? Ndodh që gjithsecili prej nesh, dhe këta politikanë që kemi, dhe ata që kemi pasur, dhe ata që do vinë, kur hynë në ato pozicione, nuk mendojnë që e kanë merituar apo jo e para. Nuk mendojnë se si do I shërbejnë atij pozicioni, sepse ata nuk mendojnë që ka shoqëri, nuk kanë përgjegjësi sociale, nuk kanë asnjë lloj ndjesie ndaj tjetrit. Atyre ju mjafton vetëm të sigurojnë mbijetesën e tyre, dhe mbijetesa e tyre është thjesht të vjedhin dhe të bëjnë korrupsion për të realizuar qëllimet dhe synimet që ata kanë pasur me vete kur kanë marrë këto pozicione. Arsyeja tjetër është që nuk kanë ndërgjegje kombëtare. Çfarë do me thënë? Fakti që instinkti I mbijetesës është aq shumë I fortë, ne nuk kemi si të them, ne nuk kemi aftësinë dhe mundësinë që të krijojmë dhe të kemi nevojë dhe të jemi krenar për një përkatësi, sepse
Ndërgjegjja kombëtare është përkatësi, që do të thotë që ti di se nga vjen dhe di ku të shkosh në aspektin kombëtar. Ti i përket një kulture, ti flet një gjuhë, ti i përket një shoqërie e cila ka tradita dhe zakonet e saj, të cilat janë kultivuar për mijëra vite, jo për qindra vite. Dhe pjesa më e madhe e atyre që na udhëheqin, e atyre që ne i vendosim në pozicione drejtuese, janë ata të cilët kanë më pak të ndërgjegje, sepse ata janë të prirur nga ajo që u thash përpara, instikti i mbijetesës. Dhe instikti i mbijetesës i fshin të gjitha normat e tjera që vijnë nga intelekti. Intelekti është dija që ne kemi, dija që ne mbledhim, dija që ne marrim që fëmijë me pralla e gjyshërve apo me prallat e prindërve, që krijojmë një horizont në lidhje me atë që na rrethon, që marrim nëpërmjet shkollës, që marrim nëpërmjet mësimit, nëpërmjet leximit, etj. Me radhë. Instikti nuk lejon që truri jon ta hapet në disa dimensione, por na mjafton vetëm mbijetesa. Fakti që neve kemi politikanë dhe sot, të cilët as duan t'ia dinë fare se i përkasin kësaj shoqërie ose i përkasin këtij kombi, sepse unë jam i sigurt që një pjesë e madhe e tyre nuk kanë asnjë informacion ose në aspektin historik nuk din fare asnjë lloj date, asnjë lloj ngjarje historike që lidhet me kombin ton dhe sill të gjitha pasojat që neve jemi në këtë ditë që jemi. Dhe në aspektin kombëtar ju mungon kjo lloj ndërgjegje, sepse ju mungon dija. Dhe arsyeja tjetër është ndërgjegja fetare apo besimi në Zot. Fakti që në komunizmi me dhunë o përpoq dhe dënimi farmase arriti të na kthente në ateist. Solli këto pasoja që neve kemi sot, sepse askush prej politikanëve, askush prej atyre që janë në pozicione drejtuese, nuk ka frikë nga Zoti, sepse nuk beson në Zot, nuk beson që ka një Zot. Dhe feja ose ndërgjegja fetare, kjo është që janë manuale të cilat i orientojnë njerëzit, të cilat i ndërgjegjësojnë njerëzit se si të bashkëtojnë, duke pasur gjithmonë Zotin mbi kokë. Fakti që këta nuk kanë frikë nga Zoti është një arsye tjetër që nuk kanë arsye pse mund të vjedhin. Dhe ajo që po ndodh sot, në fakt është diçka shumë e mirë, që është përtej këtyre gjërave, është si një rrufe në qell të hapur, dhe unë besoj që do silli zhvillime shumë të rëndësishme dhe do silli të ardhme me prosperitet për kombin ton, për shoqërinë ton, për të ardhmen e këtij vendi. Ajo është drejtësia. Fakti që sot neve kemi një drejtësi e cila nuk bën më dallime për të bërë drejtësi. Nuk bën dallime më nëse ke qenë ish pushtetar, nëse je pushtetar, sado i fuqishëm ti je politikisht, sot drejtësia ka arritur që të ver pikat mbi i. Dhe pikat mbi i është ajo që neve na ka munguar në gjithë këto vite shtetëformim. Është drejtësia për të bërë drejtësi. Dhe fakti që ne sot e kemi të mundur, fakti që ne sot e kemi të mirëqen, duhet na gëzojë sepse do japi një perspektivë tjetër për të ardhmen. Dhe perspektivat për të ardhmen nuk jepen hiç një dhe ver një tjetër, sepse realisht jemi të gjithë njësoj, e pranojmë apo nuk e pranojmë, gjithsecili prej nesh ose gjithsecili prej nesh që është produkti i kësaj shoqërie, e kemi në gen, e kemi në gen aftësinë, e kemi në gen instiktin për të mbijetuar, dhe gjithsecili thot unë, nuk thot njeri ne.
Dhe gjithë secili prej nesh që do vihet në pozicionin drejtuese, gjithë secili prej nesh që do jetë të ardhmen, do e ketë si pengesë derisa ne të ndërgjegjësohemi vetëm drejtsinë, frikën nga drejtësia. Kështu. Ju përshëndes dhe shpresoj që t'ju kem dhënë një këndvështrim tjetër. Gjithë mirat.